Alër, përshëndetje. Si e shihni deklaratën e Trump se do të tërheqë trupat nga Gjermania, Italia dhe Spanja, sepse këto vende nuk e ndihmuan në luftën ndaj Iranit? Këtë të Italisë dhe Spanjës unë pak kam dëgjuar që presidenti Trump do të tërheqë trupa nga Gjermania. Dhe kjo mendoj është një instrument presioni për të pasur mundësi që t'i jepet një mesazh aleatëve evropianë të Shtetet Bashkuara të Amerikës që në rast se e doni SBA-n në Evropë, duhet që të asistoni SBA-n, ku SBA-ja ka nevojë dhe lufta në Iran tregoi në fakt që Evropa nuk ju gjend Shtetet Bashkuara të Amerikës, që në këtë kuadër sigurisht që normalisht SBA-ja kërkon të jap një mesazh. Dhe mesazhi është ky. Sot, sipas mediave ndërkombëtare, pritet që të publikohet marrëveshja e rishikuar e paqes, por Trump ka deklaruar se statusin e bisedimeve e di vetëm një grusht i vogël njerëzish. A do të kemi paqe së shpejti? Tani, kjo është një pyetje komplekse, sepse sigurisht ne nuk mund të parashikojmë dot a do ketë paqe apo nuk do ketë paqe. Unë jam i bindur që ne do të vazhdojmë në mos konflikti më saktë do të vazhdojmë në këtë fazë që është tani, ku ka negociata, ndërpritën negociatat, ka ca bombardime, domethënë do të vijojë në mënyrë të tillë, sepse nuk po gjendet dakordësia në këto marrëveshje që bëhen, kuptohet që ka teza që thonë që domethënë Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kenë mundësi të mbyllin luftën ose duan ta mbyllin luftën me Iranin brenda ose përpara nisjes kampionatit botror që është nisë në qershor. Ka dhe pastaj teza të tjera të cilat flasin për një përzgjatje të luftës deri në zgjedhjen e mesmandatit në nëntor të këtij viti. Dhe pastaj një lloj rikalibrimi ose ridimensionimi me një marrëveshje ose pastaj edhe me çizme amerikane në terren, por është e vështirë ta bësh si parashikim sepse jemi në një fazë stagnacioni, pra një stalemate, nuk është se ka shumë lëvizje. Ai çfarë ne dimë është që ngushtica e Hormuzit është e bllokuar. Amerikanët nga ana tjetër në si thua përputhje me bllokimin e ngushticës së Hormuzit kanë vënë një blokadë detare ndaj Iranit, sigurisht që kjo po ka impakt tek shërbimin e naftës. Ka një krizë energjetike në Evropë në sensin e mungesës së karburantit për avion, siç e ka përmendur edhe burokratë evropian, por e ka përmendur edhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, e cila ka folur për një mungesë të karburantit në Evropë. Dhe sigurisht nga ana tjetër po ka edhe një impakt në marrëdhëniet në SBA-BE për shkak të asaj që ne e përmendëm në fillim. E teksa flitet për bisedime, sulmet ajrore izraelite në Libanin Jugor kanë vrarë 16 persona në kohën e armëpushimit. Sa efektive mund të jetë paqja që pritet të vendoset kur armëpushimi nuk funksionon dhe është vazhdim lufta? Tani, midis Izraelit dhe Libanit ka pasur bisedime patjetër dhe nuk ka pas një armëpushim të deklaruar. Domethënë armëpushimi që ne njohim është ai midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, ndërkohë që Izraeli dhe Libani kanë vijuar të jenë një luftë perpetuale dhe sigurisht që Izraeli me bombardimet e veta citon rrezikun e Hezbollahut, që pas tyre është një rrezik konkret. Dhe nga ana tjetër vlen të përmendet edhe fakti që një arsye pse marrëveshja e parë midis SBA-s dhe Iranit nuk funksionoi, armëpushimi kishte të bënte me pretendimet e Iranit që po vazhdon lufta e Izraelit në Liban, ndërkohë që Libani nuk ishte fare pjesë e atyre 10 pikave që u dakordsuan. Megjithatë, siç e thash edhe më përpara, domethënë jemi në një fazë paqartësie, konfuzioni, sepse Izraeli ka një front lufte që është Libani, për shkak të ekzistencës së Hezbollahut, aty që është një grup i mirë financuar nga Irani, dhe sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani janë një konflikt dhe SBA kërkon disa gjëra nga Irani, kërkon e para njëherë që Irani të heqë dorë nga materiali vet bërthamor,
së dyti, pra ose për që më i saktë nga materiali bërthamor, por nga ambicia për të ndërtuar armë bërthamore, kërkojnë që Irani të heqë nga programi i raketave balistike që ka, pra Intercontinental Ballistic Missiles. Nga ana tjetër, po ashtu kërkohet nga ana amerikane që në një farë mënyrë regjimi i Teheranit tani të rihapur Kushtën e Hormuzit, që ishte një çështje e cila nuk ekzistonte përpara, por që është rihapur tani më, kështu që janë gjithë kërkesa legjitime dhe nuk ka dakordsi për këtë kërkesë dhe prandaj po vjen lufta. Cilat janë disa nga dobësitë kryesore të NATO-s që janë shfaqur gjatë krizave dhe konflikteve të fundit globale? Por nuk mund të flasim dot për dobësi strukturale të NATO, sepse NATO nuk është përfshirë në konflikte të fundit globale. Ky konflikti i fundit që është NATO është përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë është ai në Jugosllavi dhe NATO bëri një ndërhyrje shumë profesionale dhe një ndërhyrje që për ne si shqiptar ka pas një vlerë shumë të madhe për shkak se u bombarduan ato pozicionimet serbe në Kosovë, u gjushtëtia serbe në Kosovë, u bombardua Beogradi etj dhe NATO shqyroi Kosovën me plot gojë. Nga ana tjetër, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës u sulmuan në 11 shtator, 2 vite më vonë, vendet anëtare të NATO-s, ai ka qenë një vetmi, për duhet përmendur për publik, ka qenë një vetmi rast kur artikulli 5 i Aleancës Atlantikut të Veriut u invokua, pra i mbrojtjes kolektive, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës shkuan në luftë bashkë me vendet e NATO-s përballë regjimit talibanëve dhe ajo është një forcë shumë efektive, e cila goditi regjimin e ajatollave të asaj kohe, të ndjesë të talibanëve të asaj kohe në Afganistan dhe e zëvendësoi atë regjim me një qeveri demokratike atje, e cila patjetër nuk pati një jetëgjatësi për 20 vitesh, por ngjarje të rrallëndryshme më vonë. Megjithatë, nuk flitet tu për dobësi strukturale të NATO, sepse NATO nuk është në këtë konflikt përballë Iranit. Në këtë konflikt që përballë Iranit është Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, nuk është i NATO-s, kështu që nuk mund të flasim dot për dobësitë të NATO-s, patjetër që në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të largohen nga NATO, atëherë ai është fundi i NATO-s, jo në sensin e fundit zyrtar, pra NATO mund të vijojë të ngjelet një organizatë e mbrojtjes kolektive, por fuqia amerikane, fuqia amerikane është ajo që jep NATO-s kuptim. Fuqia deterrente e NATO-s, aftësia për të parandaluar sulme nga Rusia etj. Është për shkak se Amerika është pjesë e NATO-s. Në momentin kur Amerika largohet nga NATO, ai aspekti i mbrojtjes kolektive dhe deterrencës së NATO-s bie. Nga ana tjetër, zhvillimet e fundit që janë ndodhur është vizita e mbretit Charles III në Washington, që zhvillohet në fakt në një klim tensionesh mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë Bashkuar për shkak se kanë mosmarrëveshje për ndërhyrjet në Iran. Çfarë mendon se do sjelli takimi që këto dy vende bën? Takimi në fakt është bërë, pra siç e the ti midis ardhëmarrja në Kongresin Amerikan të King Charlesit, mënyra se unë e lexoj ka të bëjë në fakt me të tregon pak atë frakturimin e marrëdhënieve me SBA Britania e Madhe, sepse në rast se do të kishte një koordinim shumë mirë politik, do ishte thuar Keir Starmeri për të folur, kryeministri i Britanisë së Madhe, por në fakt është mbreti Charles, me cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një marrëdhënie më të mirë sa me udhëheqjen britanike të tanishme. Sigurisht që në kohën kur Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një frakturim të marrëdhënieve të tyre me Bashkimin Evropian, kjo shqipet dhe marrëdhëniet që ka SBA-ja me Britaninë e Madhe, sepse ne kemi parë për shkak që Britania e Madhe ka bërë marrëveshje me Kinën, që është një marrëveshje domethënë ekonomike, e mbrojtjes etj. Dhe është në një farë mënyrë e paprecedent që vendet evropiane të kontinentit të tjetër të bëjnë marrëveshje me një fuqi që nuk është Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ajo që ka ndodhur, sepse ky është rendi i ri botror në cilin po jetojmë. Kështu që kjo e mbretit të Charles mendoj është një mesazh që amerikanët po duan t'i japin në një farë mënyrë po duan t'i japin britanikëve por të thonë atyre që
domethënë ju duhet të qëndroni afër nesh dhe jo më kot nuk po e ftojnë kryeministin tuaj, por po ftojmë mbretin. Atëherë, Rusia dhe Irani bashkëpunojnë ngushtë në disa fusha. Apo e përdor Rusia Irani si aleat strategjik në konfliktet globale, apo kjo marrëdhënie ka kufi të qartë? Shiko, Rusia dhe Irani kanë qenë aleat prej kohësh. Megjithatë, ajo që unë kam thënë në vende të tjera është që linja e mesme po shkon drejt një konfigurimi të ri. Kështu që në këtë kuadër, domethënë Irani dhe Rusia kanë një marrëdhënie shumë më të dobët se sa që kishin për shembull deri para ardhjes së presidentit Trump. Kjo për disa arsye, por më kryesorja ka të bëjë me faktin që në të rend të ri botror marrëveshjet janë bërë dhe marrëveshja është që Rusia mos ketë fare më pjesë e lidhjes mesme, mos ketë fare më ndikim në lidhjen e mesme. Dhe në këmbim amerikanët i kanë dhënë Rusisë premtim për heqjet të sanksioneve, për ndoshta rifutje në G8, që është G7 tani, dhe një fitë marrëveshje shumë të mirë në Ukrainë që do sjellin fitoren e Rusisë në Ukrainë. Pra Rusia të mbahet nga zonave të influencës, pra ato don fakt. Nuk do dominancë globale siç mund ta bëjë dhe Kina. Kështu që në këtë kuadër mendoj që aleanca Rusi-Iran është lehtë një aleancë, por nuk është se ka një funksionalitet të madh, mos harrojmë që para shumë pak kohësh presidenti Putin i tha presidenti Trump nëse do, unë mund të ndërmjetësoj, mund të futem në lojë që të mbyllet konflikti SBA-Iran, që sigurisht është ironike duke ditur faktin që Putin ka vetë një konflikt për të mbyllur që e ka shkaktuar vetë që është ai në Ukrainë. Kështu që por ai që dua të them është që domethënë jemi në kushtet kur përballehen në ditën e mesme SBA-Kin, nuk është SBA-Rusi. Po, atëherë shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka paralajmëruar ditën e djeshme se kriza energjetike e shkaktuar nga tensionet me Iranin i ka kushtuar Europës afërsisht 27 miliardë euro. Si shpjegohet fakti që një konflikt në linjën e mesme të shkaktojë një krizë energjetike që do t'i shkaktojë Europës miliarda euro, dhe pse Europa mbetet kaq e ndjeshme ndaj çmimeve të energjisë? Pyetje shumë e vënd, pyetje shumë e drejtë. Tani, së pari njëherë Evropa ka një problem me pavarësinë energjetike, sepse Evropa varet për energji nga Rusia, kryesisht nga, dhe kjo është arsyeja pse për shembull që pas nisjes së luftës në Ukrainë, për shkak të sanksioneve që vendosën në Rusisë, domethënë këto faturat e energjisë elektrike në Evropë, familjet europiane u rritën, u shtrenjtuan, shkuan lart sepse domethënë kur ti vë sanksione një vendi që po të furnizon me naftë, me gaz natyror, sigurisht që ti nuk merr më naftë e gaz natyror dhe ata dhe oferta sfumohet edhe rriten dhe çmimet. Edhe rriten dhe faturat që paguajnë njerëzit për energji elektrike. Nga ana tjetër, kjo varësi nga Rusia vajti në votet e gjirit, që me cilën Evropa ka marrëdhënie të mira, por që është një varësi e cila edhe kjo tani po testohet, sepse kemi një konflikt. Atje është mbyllur kushtica e Hormuzit, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë thënë do dalin nga OPEC-u, nga karteli i vendeve që eksportojnë naftë, dhe janë bombarduar shumë rafineri nafte në këtë luftë që është ka përfunduar një muaj që ka nisja luftës. Dhe edhe kjo e ka sfumuar ofertën, se ka më pak naftë që shkon etj dhe nafta do më shumë kohë për të vajtur nga rajoni ku është në Evropë, sepse do kaloj jo më nga ngushtica e Hormuzit për të vajtur në kanalin e Suezit dhe për të shkuar mes depo, do kaloj nga Bab el Mandebi për të vajtur në Suez, ose do bëj dhe rrugën më të madhe pastaj për të vështirë nga Afrika e Jugut, nga kepi i Afrikës së Jugut dhe do futet në Evropë në vend Spanjës. Kjo ka bërë që domethënë nafta të shtrenjtohet, gazi natyror shtrenjtohet dhe sigurisht që edhe të gjitha kostot karburanti, energji elektrike, të gjitha shtrenjtohen për shkak të kësaj gjëje. Tani për pyetja tjetër që do duhet të shtrohet dhe që ka lidhje me këtë që po thua ti është po mirë, nëse Evropa domethënë ka këtë lloj varësie nga Rusia, ka këtë lloj varësie nga Arabia Saudite, nga vendet e gjirit për naftë dhe gaz natyror, pse Evropa nuk ndjek politika të pavarësisë energjetike? Kjo sepse Evropa për vite ka blerë këtë idenë e ndryshimeve klimaterike dhe të prodhimit të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme dhe të agjendës klimaterike sipas cilës domethënë nafta, gazi natyror, karburante, të gjitha këto burime energjie që prodhohen nga burime të parinovueshme duhen shfazuar. Kjo ka rezultuar një dështim, sepse Evropa nuk eksporton energji. Për shembull në Francë dikur ta kanë pasur reaktor nuklear dhe nuk i kanë më, i kanë hequr.
dhe në këtë mënyrë janë varur shumë nga Rusia dhe nga vendet e gjirit. Duke e ditur këtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do doja ta shtoja tek këtë detaj, kanë me administratën Trump po ndjekin një tjetër politik dhe po thonë, në rast se ju merrni nga Rusia, merrni nga vendet e gjirit dhe tani të dyja këto burime janë shtrentuar, tani do merrni nga ne. Si merret konkretisht nga Shtetet e Bashkuara Energjia? Ju a them unë, me marrëveshjen e fundit që u firmos 6 miliardë dollar për 20 vite, energji liquefied natural gas, pra gaz natyror likuid, i cili vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkon në Greqi dhe nga Greqia pastaj përhapet në vende të tjera si Shqipëria, Kroacia, Bosnia dhe në Shqipëri do ndërtohet një central, dhe Shqipëria mund bëhet vend eksportues energjisë dhe ajo pastaj do të shkojë në gjithë vendet e Evropës. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e përdorin këtë mundësi për të shitur energji të lirë, cheap energy që Evropa ka nevojë, në kohërat kur njëri burim Rusia është në sanksione, tjetri burim vendet e gjirit nuk janë në sanksione, por kanë probleme sepse po goditen nga Irani dhe atje ka një luftë zhbllokuar kalimi kryesor i atyre lëndëve. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit ju.